problematika e restoranteve shqiptare, dhe këtë e them edhe për eksperiencë, po ta mendojmë gjithë e kemi prekur. Nëse në të njëjtin restorant ne shkojmë në një periudhë para festave, ku njerëzit janë me numër, nuk janë në tepritës, janë me numër, patjetër që ai restorant ka tendencën që ta mbajë në një element cilësor ushqimin që të vë përpara. Çdo lloj pjatanci që të vë, ta vë të një lloj cilësie, mund të jetë mish shqiptar, po edhe mish i importuar, por i kontrolluar nga vetë pronarët e kështu me radhë. Apo nga veterinerët që kanë, sepse kryesisht bujtinat apo çfarë janë fermat kanë veterinerët e tyre. Në momentin që ne afrohemi pragut të festës, jo më larg se dje, isha ke njëjtë restorant, të ndryshon totalisht cilësia e saj që kemi. Po pra, vjen një mish i atëherë do të thotë që ne nuk përballojmë kërkesën që kemi. Sepse nuk dim ta ham. Pra ne jemi të mësuar që nëse ne nuk kemi kilen e mishit që do ham pak dhe pjesën tjetër do ta lëm, atëherë kështu quhet që pjata është e mbushur, pa çka se unë jam i mbushur apo jo. Atëherë shkon që humbet cilësinë e kontrollit. Jo të gjithë, patjetër që ka restorante që ndjekin me rigorozitet e me cilësi shumë të tjera, po pjesa më e madhe të themi që një periudhë festash e humbasin këtë lloj cilësie. Atëherë a bie kjo ndesh me cilësinë e konsumatorit? Patjetër që po, edhe në nivel ekonomik, por bie ndeshje në nivel cilësor ushqimor, sepse atë mishin e pacilësuar nuk e ham vetëm për festa, e ham për ditë. Atë ushqimin që ne gjejmë të përpunuar në tavolinë në festa, në të vërtetë ne po e ham për ditë. Atëherë puna është sa janë shtuar problematikat shëndetësore në Shqipëri. S'ka të dhëna, nuk ka informacione. Nëse janë gojdhëna mes kolegë. Jo, s'janë gojdhëna. Unë kam qenë prezent në... Sa është elementi obezitetit? Një. Në plazh, kur ka shkuar spitali. Sa është elementi i problematikave gastrointestinale? Sa janë shtimet e problematikave tumorale në Shqipëri? Në fund ne jemi ajo që hamër, kjo fjali nuk është batut, është realitet. Komi tani, dhe për vitri do ham gjethe tani? Jo, unë jam i ides që për vitri hanit që të doni dhe sa të doni. Nuk e prish... Në datë një pastaj djetë, jo më jo fare. Nga data 28 deri me datë 5 hani sa të doni dhe çfarë të doni. Nuk e modifikon 365 ditëshin tuaj, një 10 ditësh që ju i dedikoheni për festa. Puna është që ne jemi 360 ditë kot, dhe atë 10 ditëshin përpiqemi që të ulemi në për këto tavolinat